Kisha e Shën Gjergjit në Strum të Bashkisë Roskovec e shpallur zyrtarisht monument kulture në vitin 1970, po shkon drejt shkatërimit të plot duke humbur ditaditës vlerat e saj të çmuara, kulturore dhe historike. Prej vitesh është folur për restaurim, rindërtim apo rikonstruksion të kishës, por deri më sot nuk është ndërmarrë asnjë ndërhyrje konkrete nga institucionet përgjegjëse, duke rrezikuar fshirjen e një pjese të rëndësishme të historisë së zonës. Sipas kryebashkiakes Melinda Bufi, ky objekt kulti ndërtuar rreth vitit 1782 është përgjegjësi e Ministrisë së Kulturës, ndërsa ka theksuar se çdo vit Bashkia e Roskovec e ka vendosur rikonstruksionin e objektit në listën e prioriteteve, por ende nuk ka një investim konkret. Për kishën e Shën Gjergjit në Strum, ende nuk kemi një veprim konkret nga Ministria e Kulturës, sepse duhet ta dini, po besoj që për informacionin e qytetarëve, ky është monument kulture në administrim të plot nga Ministria e Kulturës ose nga agjencia rajonale që ato kanë në territor si ministri. Ne kemi bërë disa herë shkresa, kërkesa pranë Ministrisë së Kulturës për të patur në vëmendjen e tyre edhe kishën e Shën Gjergjit në Strum. Kemi hartuar një projekt me aq sa mundësi dhe burime njerëzore ne kemi si bashki, sepse ne kaq kapacitete kemi. E kemi futur riparimin dhe rekonstruksionin e plot të kishës së Shën Gjergjit në Strum në planin ton të prioriteteve për investime çdo vit, si vendim këshilli që e kalojnë këtë në vendimarrje në Këshillin Bashkiak. Në informacionin ton ne kemi një komunikim nga Ministria e Kulturës që është miratuar hartimi i projektit nga Ministria përkatëse. Ndërkohë për shkrimtarin studiues Maksim Zarka, kjo bazilik është një monument kulture e kategorisë së parë e pikturuar nga vëllezërit Çetiri. Bazilika e Shën Gjergjit në Strum i përket shekullit të 18, por punimet e saj dekorative fillon në vitin 1801, të cilët u kryon nga mjeshtrit Jani Çetiri dhe biri i tij Nikolla. Këta ishin nga qyteti i Grabovës. Kjo bazilik ka patur vlera kulturore për vjetërsinë e saj, se është 200 vjeçare, pavarësisht se është shkatëruar sot. Është një ndërtesë me arkitekturë një nefshe, e ka përmasa 20 me 18 dhe vlerat e saj qëndrojnë tek mishkrimit e ka patur ajo, të cilët i ka pasqyruar mirë te mishkrimet kishtare, studiues akademik Zofan Popa. Institucionet përgjegjëse, Bashkia e Roskovec, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore dhe Ministria e Kulturës duhet të reagojnë sa nuk është vonë për të shpëtuar një monument që po zhduket para syve të të gjithëve.